Mares nuk prodhohet në Zhabokik, prodhohet në zonë tjetër. Ne I mbajmë në Zhitom mbretët. Zhitomi është afër me Beratin. Pra, po bletë të tuaja? Po, të tonat, po I zhvendosim. Kjo quhet nomadizëm, lëvizja e bletëve tjetër. Dhe qëndrojnë 2 muaj në mare, nga 20 tetori deri në fund tjetorit. Dhe jo gjithmonë marrim mjalt, sepse duke qenë një mjalt vjeshtë dhe dimri, është I vështirë mbledhja e tij. Kjo ndoshta e bën të veçantë? Po të veçantë. Se është dhe më I vështirë. Fillimisht mjalti mares ka qenë shumë pak I kërkuar fillimisht, nuk me zi e shisnim, sepse nuk e dinim vlerat, por prej pak vitesh, prej 5 vitesh, ne nuk arrim të plotësojmë nevojat. Kemi mbi 1000 kg në vit kërkesa mjalti mare, por ne realisht prodhojmë deri në 300 kg, 400 kg maksimumi. Pra shitja është më e madhe se prodhimi. Më e madhe. Gati mbi 1000 kg prodhim ka kërkesa. Ky është një lajm I mirë, po do të thotë që edhe ju duhet të forconi që të rrisni pak forcën punëtore. Patjetër. Për sa I përket çmimit, Shqipëria ka një çmim të mirë të fakt të mjaltit të mare, sepse shkon te 20 euro, 25 euro kilogrami, ndërsa Italia, vendi ynë fqi, ka një çmim rreth 70 euro kilogrami, deri në 100 euro kilogrami, sepse vetë fjalë për mjaltin, ndoshta mjalti më kurus në botë. Është mjalti më I mirë për momentin. Jo të gjithë e din realisht, por që mjalti mares, sipas studimeve, është mjalti më I mirë në botë. Është bërë një eksperiment në Spanjë dhe del që është ilaçi më I mirë bimor kundër kancerit të zorës trash. Është studim që bërë në Spanjë dhe Kroaci. Dhe del si mjalti më I mirë në gjithë botën. Se po më flisje pak për Italinë edhe për çmimet e Italisë për mjaltin e mares, po doja të dija, shkon mjalti I Shqipërisë jashtë vendit? Po shkoj, unë çdo vit dërgoj në Itali, por jo për italian, normalisht për shqiptarë që jetojnë në Itali, bëjnë porosi në muaj ngushtë, më marrin telefon ose më dërgojnë mesazhe që bëjnë porosi për mjaltin e mares. Dhe sa vjen dhe shtohet më shumë kërkesa, sepse kush e njeh mjaltin e mares nuk I ndahet domethënë. Janë disa mjalte që janë shumë kryesor, që janë shumë kurus, është mjalti I mares dhe mjalti I lisit, I shrebelit, etj. Por mjalti I mares dhe mjalti I lisit janë më kryesorët në botë, që janë më të shiturit dhe